Por duke qenë edhe tek programi që shpalos kryeministri Edi Rama, i programi vjedhur nga Partia Demokratike, të paktën nuk e shpalos ashtu siç e propozon edhe Partia Demokratike, por thotë që gjithçka do jetë gati në 2030-ën. Shiko, pa diskutim që zoti Rama përdor gjithë rrugët e mundshme për ta bërë si më në rrene sa më të besueshme. Po kjo është në klemencën e qytetarëve shqiptarë për ta bërë diferencën. Për të bërë diferencën njeriu që pati mundësinë 12 vjet t'ua bënte pensionin minimal 200 euro, t'ua bënte ndihmën minimale ekonomike 200 euro apo t'ia bënte rrogën mesatare 500 euro dhe në këto 12 vjet ata kanë parë se si dhe ato rroga dyfishuara gjatë mandatit të qeverisë së Partisë Demokratike e kanë humbur efektin e tyre për shkak të zhvlerësimit dhe për inflacionin e lartë apo edhe të shumë efekte, si më thënë, fenomeneve negative, të cilat e kanë shoqëruar qeverisjen 3 mandatore të Edi Ramës dhe që e kanë bërë jetën e qytetarëve shqiptarë dhe mos të tyre thjesht gjithmonë edhe më të vështirë. Prandaj, si më thënë, sot zoti Rama e di fare mirë që gjë e fundit që për cilin mund debatoj ose mund dalë para shqiptarëve është për të bërë premtime, sepse e shikojnë gjithmonë që sapo ai artikulon një premtim, të gjithë kujtojnë që ky premtim fakt është bërë që në 2013 dhe mbas 12 vjetësh ti premton një gjë që e ke bërë mbas para 12 vjetësh, tregon qartë që ti as në 2013 dhe as në 2025 nuk është se e ke këtë vetdijen për të mbajtur premtimet ose për të paraqitur edhe për të. E tha zonja Balluku, Koka, e tha zonja Balluku, na duhet mandati 4 që të vijojmë kontratën e vitit 2013. Pikërisht, ndaj janë pas 12 vitesh kujtohen për 300.000 vende pune, të cilet janë premtuar. Ndërkohë ka nikur 1 milion shqiptar. Që përmendë zonjën Balluku dhe vetëm, do të fokusohemi tek ajo që transmetohemi edhe pak më herët, mendoj që sot zonja Balluku nuk do të ishte thjesht një drejtuese qarku, por sot logjikisht në një shtet normal, në një shtet ku drejtësia funksionon, do të ishte një person nën hetim. Sepse mjafton të shikojmë ajo që ndodhi pak më çaste më parë në materialin që treguam nga emisioni investigativ Piranja, për të ngritur pikpyetje se kush janë Moza, kush janë Neziri, kush janë këta njerëz pra të cilët kanë emër, por jo mbi emër akoma, gjithsesi ata njihen në qarqet e QFE-fit, njihen në qarqet e Partisë Socialiste të Firit, janë njerëz pra të cilët në hyjshmin e Pelinda Ballukut na premtohen vende pune, apo i bëjnë presione qytetarëve, apo i bëjnë edhe apelin në autobus se kush vjen dhe kush vjen. Pra sot mendoj që ky është një moment shumë i rëndësishëm, mendoj që realisht këtu sa i takon Spakut ka lindur një sprove re, atij Spaku që ne gjithmonë e kemi kritikuar, por është tjetër gjë ta kritikosh dhe tjetër gjë ta përball ta vësh përballë fakteve të kryera. Dhe mendoj që sot realisht zonja Balluku duhet përballet pa diskutim dhe do të japë përgjigje për këto pamje të turpshme në 2025-ën, që kanë përshtypjen as në vendet Afrikës nuk ekzistojnë, se si domethënë tregon qartë atë që është thënë edhe në raportet OSBE-Odirit në 2021 ku partia dhe pushteti u bën një. Këto janë pamjet dhe qytetarët duhet të shikojnë me kujdes se si këta njerëz, të cilët e kanë marrë peng Shqipërinë, tani u i detyrojnë ata që edhe në miting të shkojnë me pahir, pra. Ishte njëri nga ata qytetarë. Absolutisht, nuk është hera parë që ndodhi diçka e tillë. Kjo nuk është normale. Po nuk është hera parë, por kjo është hera parë kur ne na shtohen pra që task force Spaku pas ka ngritur një task force që do bëjnë namin me krime zgjedhore. Ky është një krim, ky është fikse fillimet e një krimi zgjedhor. Pra në momentin që ti arrin ta detyrosh ata të vjerë në miting, imagjino se çfarë presioni dhe çfarë tjetërsimi të karakterit moralit të qytetarit ti i bën pastaj kur vjen dita e votës. Prandaj mendoj që kjo është një tjetër problematik, kjo është e vërteta, si më thënë, e dashurisë dhe e përkujtesës apo e përkushtimit të qoftë edhe socialistëve po thoni për Edi Ramën, po shikoni edhe ai sheshi sot në tepsinë e zjarrt të Skënderbejit, si më thënë, që ishte një torturë, siç vetëm zoti Rama i tua servir, jo vetëm shqiptarëve, por edhe sidomos edhe socialistëve që i shkojnë ende mbrapa. Është treguesi i asaj gjë, si më thënë, që nuk ka rëndësi qytetari, po ka rëndësi propaganda, nuk ka rëndësi përkujtesja për qytetarin, po ka rëndësi ajo mesazhi që japim qytetarëve. Pra, më sot tek po shikoja mitingun e zotit Rama, realisht më kujtua, si më thënë, fiksa ajo humori i fillim viteve 90 ku sigurimi i shtetit mori dy pleq të një katundi dhe i rrithte me pahir për shkak se kishte humbur, se dyshohej se kishin blerë një pistolet. Dhe praktikisht urdhri i leadershipit ishte që në jashtë, në fshat, duhet merret vesh që këtu pavarësisht se kërcet druri, këtu hahet, pihet dhe këndohet. Pra praktikisht është fiks ky modeli, si më thënë, modern që zoti Rama mundohet të pikturoj në një Shqipëri të cilën ai e ka rrëgjuar dhe që e mban me gënjeshtra të
pasaportës europiane